kurora, gjitha këtyre ka qenë trimëria e tij dhe në lufta e tij në Slupçan dhe Maqedoni. Ne kur të flasim për Mulla Jakupin, duhet të pas qartë se Mulla Jakupi ka qenë një figurë shumë emblematike dhe shumë komplekse. Ka qenë një figurë me shumë profile, ka qenë së pari një hoxh i madh, një dietar i madh. Ka qenë një intelektual me një diapazon jashtëzakonisht gjanë, edhe një intelektual guzimtar që gjithmonë ka thonë të vërtetën, të drejtën. Ka qenë një njeri shumë vizionar, të cilin vizionet dhe parashikimet e tija ne sot e kësaj dite po dëshmojnë që i ka dhënë me aq precizitet të madh, saqë edhe në disa raste edhe kohën e ka caktuar edhe vitin kur ka marrë kjo punë, çka ka marrë kjo punë. Domethënë ka qenë një vizionar i jashtëzakonshëm, ka qenë një orator i jashtëzakonshëm, ka qenë një njeri i cili ka pas shije shumë të rafinuar për humor, kështu që ato muhabetet, ligjëratat shpesh kur don ta zbritë nivelin e seriozitetit, të relaksonte, e ka pas prirë një dhunti të jashtëzakonshme, e ka pas për në këtë aspekt. Dhe e dim gjithë se ajo finale kurora gjitha këtyre ka qenë trimëria e tij dhe në lufta e tij në Slupçan dhe Maqedoni, dhe kështu që ka qenë një figurë mjaft komplekse, me një fjalë kisha më thonë ka qenë një institucion, ka qenë një njeri jashtëserik. Edhe jemi jashtëzakonisht lumtur që kemi jetuar në epokën e Mulla Jakupit, mirë po edhe që kemi pas një afërsi, jemi takuar shpesh me to, edhe kontaktet ka qenë deri në fund me Mulla Jakupin.